Me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Shpirt madhësia. Thotë Allahu i madhërisëm Kur'anin e tij famlar, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu idfa' billati hiya ahsanu fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Nuk është e barabartë e mira dhe e keqja, andaj të keqen ktheje me mirësi, se atëherë ai mes teje dhe të cilit ka armiqësi do të bëhet si mik i afërt. Surja Fusilet, ajeti 34. Muslimanin e karakterizon shpirt madhësia dhe falja. Në të vërtetë këto janë virtytet e imanit të sinqert, dëshmi të fuqisë së personalitetit dhe të lartësisë së tij. Kur në një rast Muhamedi alayhis salam i pyeti shokët e vet, cilin midis jush e konsideroni të fuqishëm, ata u përgjigjen, atë që njerëzit s'mund ta mposhtin. Jo, por i fuqishëm është ai që e përmban veten në hidhrim. Përgjigj pejgamberi alayhis salam. Në të vërtetë ky është ai i cili imposht epshet dhe dëshirat e vet. Edhe pse instinkti natyror nxit njeriu në hakmarrje dhe kërkon që të keqen ta kthejë me të keqe, Islami i apelon njeriu që të ngritet në një nivel më të lartë, të fal, për çka do të ketë shpërblim të majm tek Allahu xhallashanuhu. Në Kur'anin famlar thuhet: dëshkimi i të keqes bëhet me një të keqe në të njëjtën mas, e kush fal e bën pajtim, shpërblimi i tij është tek Allahu. Vërtet ai nuk i do zullumçarët. Innehu la yuhibbu adh-dhalimin. Surja Shura, ajeti 14. Me një rast Muhamedi alayhis salam i pyeti shokët e vet: a doni t'ju tregoj se ç'është ajo që tek Allahu e ngrit namin dhe pozitën? Po dua, mo i dërguari i Zotit, u përgjigjen ata. Atëherë ai tha: ji i but ndaj atij që ndaj teje sillet me vrashtësi. Falje atij që të bën padrejtësi, jepi atij që s'të jep dhe ndihmoj atij që ty të lë s'të ndihmon. Padyshim se kjo është forma më e lartë e humanizmit, përmes së cilës njeriu edukohet, përkryhet dhe pastron shpirtin prej së keqes dhe nxitjes në hakmarrje. Po le t'ua falin gabimin dhe mos t'ua zën për të madhe. A nuk dëshironi që Allahu t'ju fal juve? Allahu fal dhe mëshiron shumë. Surja Nur, ajeti 22 me radhë. Besimtari është shpirt madh, ka shpirtin e bardhë. Besimtari është falës, është i respektuar, ka virtyte dhe cilësi fisnike. Qad aflahal mu'minun, kanë shpëtuar besimtarët, alladhina hum fi salatihim khashiun, të cilët janë të kujdesshëm me namazin e tyre, janë të matur pastaj në fjalët e tyre, në veprimet e tyre, në shprehitë e tyre, në mendimet e tyre. Pra, shpirtmadhësia e besimtarit është të dhuroj vetëm mirësi, bamirësi dhe të krijoj, pra të formoj një shoqëri vlerash,